Përshëndetje, sot do të bisedojmë pak a shumë për listat, që i kum pa listat për kandidat, vetë vendosës, LDK, PDK, AK, nisma krejt, po që kam boni përshtypje shumë këto listat, të LDK-a 3 general i pash. Edhe këshin qitë kështu në përlojme sana, 3 general në listën e LDK-s. Adin lavdima 3 general. E poshtë të këta të PDK-s 3 komandanta. Kër e poshtë Albin Kurti, e kësh pas ves një 20 ushtar në listë. Thash këshër njeri meqëm, nuk mirët me generala me komandanta milionera, po mirët me poplin ushtar që janë konë, janë listë për kandidat. Ishin një 20-30 ishin në këtë listën që i poshtë një 20. Po këtë ushtar, asë një komandant se shkon, interesant. Njëri që mendon për të ardhmen, e nuk mendon për milionera, i merë ushtar normal që janë konë të që kësë, edhe ishte në listë, edhe nuk thet heq ma keqe, pe tha mëne, saj se ka thonë asë njëherë. Po tash 20 ushtar në listë, e 3 general milionera, 3 komandanta milionera në tjetër nonë, adin kur t'i ban krahasimin, është pak e çuditshme, po dihet Albini është Albin, ai s'ka kush që i del përpara, ke pa edhe kur e kap numrin e për votimin 116, deli pari apet. Ja ka dhënë Zoti nalt, nuk ka kush që e merr poshtë. Ku të kanë? Kishin dalë këta opozita, jo, po na jem në opozite, votën e opozitën. Tash bënë men, hala nuk mujnë me u përbalu me ato, me thonë, ka dole, se edhe Albini tash është në opozitë, se krejt janë zgjedhë, nuk ka mo opozite. Krejt janë në opozitë, se krejt janë në zgjedhë tash. Po janë, edhe vetit nuk i besojnë që mujnë me konë në herë në qeveri. Në fakt edhe e din që nuk mujnë me konë, adin. Amo një, dy, një, thët opozita, jo me tash krejt janë opozitë. Edhe Albini është opozitë, se është ngarë, krejtin i ngarë. Nuk ka ato qeverie opozitë. Po s'mujnë këta me konceptu që këta një ditë mujnë me dalë për mi Albin Kurti. Adin edhe vetë ata, nuk e menojnë, ndash besën e ndashmon, nuk e menojnë. E këqyra, thashajt ta qes në YouTube një video dhe një sondazh, thash vesh ta këshyri qka, qysh për dele sope, edin. Po kër e pash 1300 vetë që këshin votu, thash, boco, 1300 votus që këshin votu në këtë par sondazhi, veç këshër në burë, shka me po, veç këshër një. Nuk e dhja për e delë mirë juve atje, ju, po, kjo është sondazhi 92%, sa për bjenë 92% për Albin Kurtin kanë votu 1300 vetë në YouTube. Edhe 8% për opozitën komplet, me shkije, me magjobe, me shqiptare, me tanat, i kum shti në opozit. Për 1300 votav, për Albinin, pas kanë votu 92 vetë. A quen këto për vaqicat e opozitës, të një për qyshe ti e ke bon. Po në këmbo këm qitë një YouTube, tash, unë nuk moj me nalë dorën kërkuna, voto, mos voto, kush dënë me votu, votën. Po 1300 vota kanë votu veç për Albin Kurtin. Tash logorete veç që ta me votu, ta bojnë qeverien. 1300 vota, herë 3 kanë që se cilë ka familje, grua, thmije, sene, ka 4-5 vota, po bojnë 10.000 vota veç që. Me një sondazh vogël e unë nuk po tham që Albini shkon 92, po mundet me shku 80%. Se 92 në ashta nuk s'mundet me shku.
Ama dhe 80 nuk janë pak, adin, do të me koni knosu në Albini me shku për shemëll 80%. Se çka kum vrejt une, krejt këtu pevoshka që vinë që shojnë, edhe një pjesë e madhe, po thamë 60% e opozitës që vinë e shojnë në përkomente, këta në fund të votojnë Albin Kurtin, po nuk guxojnë me kallëzu aty në shefa vetë, kanë për votojnë, e thurën në përkomente që shtu të shoh anina kënjena, a krejt votojnë Albin Kurtin. Se ndryshe nuk mundet me marrë 80% Albin Kurti. S'ka shans. A mo kështu haptas nuk guxojnë me dalë, se nashta i qesin për punës, a shka për diune, se cili ka të problemet e veta, a mo i sigurt që 60% e qytyne që shojnë për komente në Facebooka, TikToka, YouTube, këta votojnë Albin Kurtin. Jam i sigurt 100%. Veç që dojnë me kallëzu aty në tjerve që na jena me juve aty, ne mas mëro me avmull, kërk. Me thonë, jo mërë, me juve ju kena votu, po atje të kutia ka shti për Albin Kurtin, se që ka dhonë votën nesë. Allah, nese pak pëmlimën, besar, pëmlimën, ta një lima për shanë ka me të kërkun heqë, as me hatën, as me fatën. Ai Albini a dha një fashon që ko gjatë mirë, një herë e erdhë vera ka dera dhe atina, po nuk e pranoj të menu që ka më bon shumë ma i madha, dhe që është tash, ka rënë fund pusit, as progin së në kalën, as ata të pëdykës, ata heqe ma heqan, as e këshin marrë heqa, as e këshin përmod bëli. Këshin tonë, e zberan, këshëri punë të tua, qëfar ti s'po dona me pas punë me ty. Këtë dje e pash dikun se këm pas po moti, o pa tup, dje të bërtit me një par mitingu i shkon, të thonë, kur të hina në parlament, kena më bon bashk me pëdykën. Paj, përpar tash, kur i ka nevoj për votat e tua, pëdykën s'ka morë, e për të merë ty atëherë 2 deputeta një, dhe me hinë që se heni, ati më bon e farë me kërsit në e bumë atomike në kënë, e në shtaheni, se për nëryshe e shansë nuk i, po, jo po kur të bohët, tani na kena me hi e më bon koalicion bashkë me pëdykën, se na kena më ves një jamën pëdykën. Ti me pas dash pëdykën, kështë najtë pëdykës, kështë dollë me bon partit tonën. Ashtë shumë e thjeshtë, edhe. Tash jo po s'pët hecë, valla, po do më këthy ato, ja, s'pranojnë ata, ja, kështu janë të meqëm, për kësi punë të atë pëdykës, nuk jahojnë të forët e Fatmirit. Po nese për përshëndes njerë, tani shijem, nashta ma vëna nesër me na video ma trej. Kaloni mirë, falemderit, respekt për juve gjithve që më supportoni, më përkrani, lajka, komente, se nashta ka njerë s'moj me o këthy komentet, se po ka shumë të morë tash me fushat e pushtë për pjetë. Po ju falenderoj se cilën një ka një prej të parit dhe të fundit, që më keni përkra dhe i sot dhe i një kam përkrani, e respekt për gjithë ishala, javqes ka i kafe, kur takuhëm, rastësisht nuk e di qysh, po ishala javqes ka i kafe krejve. Ju përshëndes e kaleni mirë.